Sa bashki ka qarku i Shkodrës? 5. 5 bashki. Ju keni humbur Pukën, mos gaboj. Nuk kena fitu Pukën dhe Fusharzin. Edhe Fusharzin. Po. Tani si e keni atë? Ka një diskutime aty do? Keni një kandidat tjetër, besoj? Çfarë po ndodh me Pukën dhe Fusharzin që keni humbur? Do t'i vjen edhe ato, gjitha. Varet tek reforma territoriale, akoma nuk kena një variant përfundimtar dhe nuk e dina se me sa bashki do jetë qarku Shkodër dhe duhet shohim. Ka një projekt? Ka disa variante, por asgjë përfundimtare deri. Janë thjesht diskutime, por jo të ndome me qarqe, thjesht parimisht diskutime në nivel kombëtar. Kam dëgjuar edhe këtë që për shembull Puka, Fushazi të jenë një bashki. Po, pikërisht mund të jenë edhe një bashki, por nuk është përfundimtare akoma. Sigurisht është draftit ai po them. Po. Por qëllimi jonë është që t'i marrim gjitha bashkitë që ka qarku. Të gjitha do të merrni. S'do lini gjë, merrni të gjitha. Ç'a bëni më? Po si doni të gjitha më? Po lëni në një PD-se. Po ja, e lam Pukën dhe Fusharzin dhe nuk po ecën ashtu siç duhet. Po mirë tani, juve ato i sikini s'merrni me ato. Ona t'u japim edhe aty në mundësinë që të ecën siç po ecën. Do të ju zgjidhni quani vetëm ato që i keni ju.